Kemi bërë përsëri, gjën që ti të bëjmë më mirë, të shpenzojmë. Të herë, janë çanta më të vogla, ama për gocat që i din këto marke, shpresoj se edhe çunat i din, po që nuk është në gjëre. E din që sado e vogël që ti e çanta, çmimi prapë është ekstrem. I shpenzuar $300. Në fillim kam blerë këtë. Tashi, duke qenë se unë jetoj në Gjermani, këtë brand unë do ta porosis online. Kjo tash vi nga Amerika deri në Gjermani, unë do të paguaj edhe 20 ose 30 euro më shumë, domethënë kjo mund të jetë 20 euro, ama do të paguaj edhe 30 euro on top që të vi që në Gjermani. Më duket shumë aesthetic. Tash i kam bler një blush. Ky është brandi im i preferuar i make-upit. Jo për make-up, ama për shumë gjëra të tjera, domethënë çanta, lipsticks, parfum kam për këtij brandi, edhe pas e kam bler edhe një lipstick Dior. Që do hap mirë këtë lipstickun që është shumë cute. Ky është lipsticku. Edhe kjo është ngjyra. Dhe kjo ngjyra nuk është domethënë kur e aplikon në buzë, nuk të del flak e kuqe, por është. Oh yeah, those are wheat brownies. Prandaj e bleva. Tash i tjetra. I'm sorry, what? Populli dashur. Unë për këto blush, mbaroj, e kam manifestu këtë që gati gjysë viti, edhe ngjyra është shumë cute, që ngjyra është 54, nuk e përshë ngjyra është lipsticku është 031. Tashi do vazhdoj me Girls Favorite brand. Kjo Victoria's Secret e bleva këtë. Dje. Ka që ishte për këtu. Në dhe edhe kështu kartash, se di se ku kam për me i provu në këto. Pastaj kam bler këtu. Tashi këtu kam bler disa gjëra që nuk duhet të tregoj me domosdoshmëri. Por, body lotion që unë ju tash që thjesht do ta zgjedh edhe do provoj aromën ishte ky, ama do bëj një video tjetër për ta provuar aromën sepse ky video është duke bërë shumë gjatë already. Shumë, domethënë this is the color. E ke parasysh? This is the color. Ama këtë marr për një shoqen time që kam për të bërë dhurat në Gjermani. Edhe kjo ishte, shpresoj që ti këtë pëlqyer. Unë me zor po prisja ti hapja, ama doja të bëj në fillim një video që ti hapja. Faleminderit që më ndoqët ose jo. Shihemi në video tjetër. Love you, bye.